Rrugtimi i ekipit të reportazhit ma Pikturo ëndrrën në të gjitha qytetet e Kosovës është duke vazhduar edhe më tutje. Kësaj radhe për herë të parë do të prezantojmë një shtëpi të bukur nga Ferizaj. Pronari i kësaj shtëpie është Ismaili Januzi, i cili jeton dhe vepron në Zvicër. Kjo shtëpi e sapo ndërtuar ka një arkitekturë angleze. Pronari i kësaj shtëpie ka rregulluar një terrasë me rreth 100 metra katror në katin përdes të shtëpisë, të cilën edhe e kanë ambientin më të preferuar për qëndrim ditor gjatë stinës së verës. Sigurisht një rëndësi të madhe i kanë kushtuar edhe dritareve, stili i të cilave përshtatet shumë mirë me arkitekturën e shtëpisë. Ndërsa në garazhin që është pjesë e kësaj shtëpie është një Mercedes S-Class, prodhim i viteve të 70-ta, që pronari e ruan me shumë nostalgji. Kjo shtëpi e cila nga jashtë duket si shumë e vogël, në fakt ka rreth 300 metra katror. Por si duket interieri i kësaj shtëpie? Dhoma e ditës në këtë shtëpi brenda vetës ka 2 hapësira për qëndrim ditor, të cilat janë me stile krejt të ndryshme. Të ndalemi te hapësira e cila është e mobiluar me mobilje të stilit barok. Këto mobilje janë të prodhuara në Malajzi. Punimet të cilat jeni duke i parë në to janë punime dore në dru mahagoni. Ndërsa mjaft e veçantë është edhe kjo komodin ku pronari ka vendosur këta qirinj në mënyrë që të krijohet një ambient më i ngrohtë dhe më familjar. Në këtë hapësirë kanë vendosur edhe një abazhur të veçantë të cilin e kanë blerë në Kosovë, por i cili përkon shumë mirë me këto mobilje të prodhuara në Malajzi. Ndërsa hapësira e dytë për qëndrim ditor është e mobiluar me mobilje të prodhuara në Kosovë. Këto mobilje të cilat i japin një atmosferë tjetër këtij ambienti kanë ngjyrë bordo. Përsa në kuadër të dhomës së ditës është i vendosur edhe oxhaku, i cili edhe pse është i thjeshtë krijon një atmosferë mjaft të mirë gjatë stinës së dimrit.
Familja Januzi ka kushtuar shumë rëndësi edhe suvenirëve, të cilët i ka vendosur në ambiente të ndryshme të shtëpisë, në varësi se ku përshtaten më shumë. Në hapësirën e dhomës së ditës është inkorporuar edhe kuzhina, e cila po ashtu është prodhim vendor. Fytyra bazë e kuzhinës është e bardha për shkak të pastërtisë që reflekton ajo. Kjo kuzhinë, e cila është e pajisur me të gjitha elementet e nevojshme, është e punuar me material shumë cilësor. Në kuadër të kësaj kuzhine është edhe banaku, i cili e lehtëson punën e të zonjës së shtëpisë. Ndërsa trapezaria është e vendosur në një kënd të rrumbullakët. Ajo në mes të saj ka pjesën lëvizëse, e cila u mundson shërbim më të lehtë. Ndërsa një rëndësi kanë kushtuar edhe ndriçimit në këtë hapësirë. Shkallët e kësaj shtëpie janë të punuara me dru dhe me alumin, me ngjyra të cilat janë mjaft të pranueshme. Kjo shtëpi ka 4 dhoma të gjumit me stile të ndryshme të mobiljeve. Ndërsa në kuadër të kësaj shtëpie janë edhe 2 banjo. Kjo ishte shtëpia e Ismail Januzit në Ferizaj, nga cila shpresojmë që të keni marrë ndonjë ide të cilën mund ta realizoni edhe në shtëpinë tuaj. Ndërsa ju shikues të Radio Televizionit 21, tashmë e dini se propozimet tuaja për shtëpi të bukura mund t'i dërgoni në faqen tonë në Facebook, Shtëpitë e bukura të Kosovës, Viz RTV 21.